Përshëndetje dashur miq, jam Skanderi. Mirë se vini në gjysmën maratone e robotëve humanoid 2026 që zhvillohet në Yizhuang të Pekinit. 300 robot, 26 marka dhe një sfidë prej 21 kilometrash që shty kufit e teknologjisë dhe zgjuarësisë njerëzore të fillojnë në këtu. Mund të pyesni veten, pse një maraton për robotët është testi përfundimtar I stresit për ato që Kina I quan forca të reja prodhuese cilësore. Maratona nuk ka të bëjë vetëm me vrapimin, por edhe me qëndrueshmërinë dhe inteligjencën. 21 kilometra, do të thotë mbi 250.000 lëvizje të kyçeve për këta robotë humanoid. Ky është një provim në botën reale për trurin e tyre, algoritmet e përparuara të inteligjencës artificiale dhe trupat e tyre, inxhinierinë e saktë që I bën ata të lëvizin. Maratona ka filluar, shikoni këtë përparim të mahanitshëm. Ata vrapojnë me më shumë qëndrueshmëri dhe më të shpejtë. Në maratonën e këtij viti, robotët kanë arritur një hap të rëndësishëm nga telekomandimi në autonomi. Këtë vit, gati 40% e ekipeve po vrapojnë në mënyrë autonome, duke mbështetur në sensorët e tyre dhe inteligjencën artificiale si udhërrëfyes. Betejë vërtet zhvillohet në ndalesat e fundit. Një ndërrim I baterisë pa probleme në më pak se një minutë është thelbësor për të arritur një kohë të mirë. Por maratona është më shumë se sa një garë, është një hartë e gjallë e industrisë robotikës në Kinë. Këtu ndodhe inovacioni me shpejtësi. Një problem në garë çon në një zgjidhje të menjëhershme duke përparuar të gjithë industrinë. Vija vërtet e mbërritjes nuk është në pistën e karave, por në fabrika, kuzhina, skena dhe afër të mëshuarve. Qëndrueshmëria dhe inteligjenca e përpunuar në maratonë po u mundësojnë në robotëve të futen në 4 skenar kryesor. Në linjat industriale të klasifikimit, robotët humanoid kapin me saktësi produktet në formë të qerekult. Në kuzhina, robotët e inteligjentë të gatimit kopjojnë aftësitë e shefave të kuzhinës, duke shërbyer ushqime të shijshme në vetëm 2 minuta. Në skenë, robotët lëvizin me shkaftësi me majat e kishtave, duke luajtur muzikë pa probleme me krahët dhe instrumentet robotike që punojnë në koordinim të përsosur. Në shtëpitë e të moshuarve, robotët e kujdesit për të moshuarit mund t'i ndihmojnë ata të ecin, të ofrojnë atyre ujë të ngrohtë dhe të bisedojnë me ta për t'i argëtuar, duke u bërë kujdestar të kujdesshëm. Kjo maratona është më shumë se sa një garë. Ajo është një deklarat dhe kërcim nga pista e garave në realitet. Vrapimi prej 21 kilometrash vërtetoi qëndrueshmërinë dhe inteligjencën e robotëve kineze.